Profesor, nuk e di ç'më mendim keni, po gjithmonë e më tepër pacientët po preferojnë dhe inseminimin artificial nga dhurues ose nga donator. Dhe shikoj gjithmonë që lindin fëmijë pa pasur bashkëshort, po gjithmonë kanë një donator sperme dhe preferojnë që të bëhen mama nga dhurues të ndryshëm. Nuk e di si shikon këtë aspekt social mbase apo përveç aspekt mjekësor, po dhe si aspekt social. Yeah, as far as I understood now, the thing is, for me, if you are asking Professor Hakan, my personal idea, for me, actually, scientifically, the difference between a black man and a Japanese is only 2%. 2%. The genetical difference. All the difference is in the culture or the way of growing up. So for me, those are the same. I mean, donation and the own sperm or own egg usage are the same thing for me. Because at the end of the day, there is no any other creature. It's human at the end. Isn't it? Yes. I mean, it's human. So, and the thing is, if the lady carries that inside for 9 months, so who can say that it's not your baby? So for me, this is like this. In general, they accept that. They think that actually, the people, especially maybe traditions, is powerful on that. The same blood is not the blood. I mean, the blood is not the same blood, so it's a blood thing. No, the blood is the same actually. We have 4 types of different blood groups. That's not. There is no 6. There is no 7. So, in my opinion, if we explain this donation issue, is the same. I mean, with their own eggs, it's really the same. The difference is going to be less than 2%. Profesori thot donacioni qoftë sperma apo veza vetëm 2% është genetikisht që nuk është mos përputhshmëria midis tyre, është e njëjta. Pastaj çka kjo sepse ajo çdo që tjetër mbetet në nivel kulturor, më ç'kuptojmë. Pranimi po, jo të gjithë që e pranojnë këtë gjë. Pastaj në momentin që ajo krijohet dhe vendoset në mitër do ushqehet dhe do lind nga një grua, kështu që do marrë gjakun e saj. Përmendi dhe grupin e gjakut që janë 4 grupe gjaku, jo çdo kush e ka të njëjtë, atë është. Profesor, mos zbulo ca sekrete në Shqipëri. Kemi në Shqipëri kështu dhurues donator? Është e mundur edhe nga ana ligjore, nuk e di si funksionon. Pra, është e mundur që ne të kemi, domethënë, shtatzani nga donator? Na zbulo ca sekrete. No. I mean, I'm of course I'm confidential on that, but in general I can say that the Albanian people, my people here, because you are my people. I feel that I'm star. So my people really has much more wisdom than ever, because I worked in United States, I worked in United Kingdom, London, I worked in Turkey, I built up many IVF units in Azerbaijan, Nigeria, and some other, Germany even. But I never met any population that this much open for the science and accept the experts or scientific realities without, they are questioning, but, without rejecting, they listen. Here in Albania, if you refer a reasonable, a logical treatment, including donation, people accept that, use that, and no need to, publicize that. I mean, no need to make it public, but all the options are possible here in Albania, legally possible. This is important. If it is illegal, then it's not good for me, for any other expert or the people who use it. It should be legal. So if there is any legal issue, then leave it. If it is legal, then you can do that. Yes.
Atë profesori po thotë që unë po ndan eksperiencën e tij në Amerikë, në Turqi dhe në Nigeri dhe ndryshe nga atje me krahasimin me shqiptarët, çfarë do lloj gjëje që ti ju rekomandon nga ana mjekësore që nevojitet, ato e pranojnë atë gjë që e kanë të nevojshme dhe që është e lejuar në bazë të ligjit të gjërave që lejohen. Dhe pjesa e donacionit në Shqipëri është e lejuar, qoftë veza, qoftë dhe pjesa e spermës.